Pas sakrificave të mëdha të shumë brezave, rezistencës paqësore dhe asaj të armatosur, udhëhequr nga ushtria çlirimtare e Kosovës, si dhe fal ndihmës së aleatëve të popullit tonë, krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të tyre, populli i Kosovës arriti që të realizojë ëndrrën shumë shekullore. Pas largimit të policisë, ushtrisë dhe të administratës serbe nga Kosova dhe primit të misioneve të Kombeve të Bashkuara, të NATO-s, OSBE-s dhe të Bashkimit Evropian, si edhe pas negociatave të mundimshme shqiptaro-serbe me ndërmjetësimin e palës së tretë ndërkombëtare për statusin e Kosovës, me një koordinim të ngushtë të institucionit të Kosovës dhe përkrahjes së fuqishme të bashkisë ndërkombëtare, institucionet legjitime të dalën nga vota e lirë e zgjedhjeve të nëntorit të vitit 2007 morën vendime vendimtare për të respektuar dhe volosur vullnetin e popullit të Kosovës për të bërë pjesë e pandashme e kombeve të lira dhe të pavarura të botës demokratike. Këtij vendimi historik i parapriu procedura demokratike e drejtuesve të institucioneve të Kosovës. Kryeministri i Qeverisë së Kosovës, Hashim Thaçi, me 17 shkurt paradite, firmos kërkesën drejtuar kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Jakub Krasniqit, për mbajtjen e mbledhjes së jashtëzakonshme të Kuvendit, futjen në rend të ditës të deklaratës së shpalljes së Kosovës shteti i pavarur dhe sovran dhe miratimin e simboleve shtetërore. Këtë kërkesë e mbështet edhe kryetari i Kosovës, Fatmir Sejdiu. Ftesës për të marrë pjesë në mbledhjet e jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës në këtë ngjarje historike ju përgjigjen të gjithë deputetët me përjashtim të atyre serb. Të nderuar deputet, mirë se keni ardhur në seancën e jashtëzakonshme solemne plenare me 17 shkurt 2008 në ora 15. Kam nderin që para jush të paraqes randën e ditës. Për pikë të parë të randit të ditës kemi deklaratën e pavarësisë. Pika e dytë e randit të ditës është miratimi i simboleve shtetërore. Ftoj kryeministrin e Kosovës që të arsyetoj kërkesën për seancë jashtëzakonshme. Këtë ditë e kemi pritur gjatë. Shumë njerëz kanë dhënë kaq shumë për ta bërë këtë realitet, këtë ditë e madhe, ditën e pavarësisë së Kosovës. Sot ne nderojmë ata që na kanë nderuar neve me sakrificën e tyre për liri e shtetit. Kjo ditë erdhi. E nga sot e tutje, Kosova është krenare, e pavarur, sovrane dhe e lirë. Faleminderit, zoti kryeministër. Fjalën e ka presidenti i Kosovës, zoti Fatmir Sejdiu. Dita e sotme e ndan historinë e Kosovës në dysh, në epokat para dhe pas pavarësisë. Pavarësinë e Kosovës e kanë krijuar breza të tërë me veprën e tyre jetësore, me punë palodhshme dhe me sakrificat që kanë bërë. Pavarësinë tonë po e shpallim para dhe me bekimin e botës në mes miqët shtanë që u gjetën pranë nesh gjatë dekadave, sidomos para një dekade kur e keqja kishte përfshirë këtë pjesë Ballkanit. Po të njëjtit miq,
Ishin me ne edhe gjatë rimkamjes së pas luftës, rindërtimit të vendit shkatruar nga lufta dhe okupimi, janë edhe sot, janë edhe nesër. Ftoj kryeministrin e Kosovës, zotin Hashim Thaçi, që ta paraqet propozim deklaratën e pavarësisë. Duke nderuar të gjithë burrat dhe gratë që bën sakrificat e mëdha për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për Kosovën. Ne, udhëheqësit e popullit ton, të zgjedhur në mënyrë demokratike, nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Kjo shpallje pasqyron vullnetin e popullit ton dhe është në pajtueshmëri të plot me rekomandimet e të dërguarit special të Kombeve të Bashkuara Marti Ahtisari dhe propozimin e tij gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit të Kosovës. Ne shpallim Kosovën Republikë demokratike, laike dhe shumë etnike, të uhequr nga parimet e jo diskriminimit dhe mbrojtjes së barabartë sipas ligjit. Ne do të mbrojmë dhe promovojmë të drejtat e të gjitha komuniteteve në Kosovë dhe do të krijojmë kushtet e nevojshme për pjesëmarrjen e tyre efektive në proceset politike dhe vendimmarrëse. Ne shpallim publikisht se të gjitha shtetet kanë të drejtën të mbështesin këtë deklaratë dhe u bëjmë apel të na ofrojnë përkrahjen dhe mbështetjen e tyre. Faleminderit. Thank you very much. Kush është për deklaratën që e lexoi kryeministri i Kosovës? Ju faleminderit. A ka kundër? Nuk ka. Sot, me 17 shkort 2008, shprehen vullnetin e tyre dhe përmes tyre vullnetin e qytetarëve të Kosovës për Kosovën shtet pavarur, sovran dhe demokratik. Dhe nga ky moment ndron pozicioni politik i Kosovës. Kosova është republikë, është shtet i pavarur, demokratik dhe sovran. Urime ju dhe gjithë atyre që na përcjellin.
vërtet, ky është flamuri i ri i shtetit më të ri në Evropë dhe në botë, i shtetit Kosovës. Para pallatit të rinisë në kryeqytet, si dëshmi e fitores së madhe e të shumë pritur, artistët tanë ngrisin obeliskun e pavarësisë newborn që i përkujton botës lindjen e shtetit të ri Kosovës. Presidenti Sejdiu, kryeministri Thaçi, udhëheqësit të tjerë institucional dhe shumë qytetarë dhe miq të Kosovës vënë firmat e tyre duke volosur rilindjen e shtetit, i cili do t'i bashkohet familjes së madhe evropiane. Presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi u dërguan letra zyrtare në 192 vendeve të botës duke kërkuar njohjen e shtetit të ri të Kosovës. Njohjet e para të shtetit më të ri në botë Kosovës erdhën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, konkretisht nga presidenti amerikan George Bush. It formally recognized Kosovo as a sovereign and independent nation. In its Declaration of Independence, Kosovo committed itself to the highest standards of democracy, including freedom and tolerance and justice for citizens of all ethnic backgrounds. These are principles that honor human dignity. They are values America looks for in a friend. And soon we will establish full diplomatic relations with the new nation of Kosovo. Kosovën shtet të pavarur, sovran dhe demokratik, këtë e realitet të ri, deri tani e ka njohur 65 shtete ndër më të fuqishmet dhe më me ndikim në botën demokratike. Sot Kosova njihet nga 65 vende, kombet lira të botës, dhe ky numër njohjesh është një parakusht shumë i fortë, shumë i fuqishëm, është një tregues i saktë se Kosova po konsolidohet ndërkombëtarisht në mënyrë të sigurt dhe të qëndrueshme. Është numër i madh i marrëveshjeve ndërkombëtare, i traktateve ndërkombëtare që Kosova ka nënshkruar me vende të ndryshme, dhe krejt këto e bëjnë Kosovën, përkatësisht e përshkruajnë Kosovën si një shtet stabil, një shtet i cili po konsolidohet në mënyrë shumë të sigurt. Ju e dini që Kosova tashmë është antar i Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, dhe gjithsesi janë antarësime të tjera që e presin Kosovën në një të ardhme jo të largët. Ne ishim të vetëdijshëm që kishim arrit shumë me luftën qërimtare, po Kosova duhet ta zyrtarizonte shpalljen e deklaratës së pavarësisë dhe në koordinim edhe me faktorin ndërkombëtar arritëm që vërtet me 17 shkort 2008 ta deklaronim Kosovën shtet pavarur dhe sovran. Dhe në këto momente njeriu s'ka si mos të ketë emocione. Gjitha ato zhvillime
që ka ndodhur gjatë një shekulli. S'ka si mos të kujtoj vujtje dhe sakrificat e popullit, dhe njëkohësisht e ndjen një krenari se më në fund gjitha ajo aspirat, gjitha ajo mund dhe ajo ndjers, bile dhe gjak që ishte derdhur për liri, po vinte një qast, një moment dhe po sublimohej ajo ëndër e madhe e popullit shqiptar. Shpallja e Kosovës, shteti pavarur, sovran dhe demokratik, është një përgjegjësi e jashtëzakonshme politike, historike, kombëtare dhe demokratike. Ishte implementimi i vullnetit e qytetarëve të Kosovës, vlerësim dhe respektim për gjithë dëshmorët e lirisë. Ishte vendim për të hapur perspektivë dhe vizionit tonë për të ardhmen evropiane, për të ardhmen e Kosovës në NATO. Ishte edhe besim prej komunitetit ndërkombëtar në raport me Kosovën, i miqvetan, Shtetit Bashkuar të Amerikës, vendeve të Bashkimit Evropian. Por para se gjithash, dua të theksoj se merita për Kosovën shtet ju takon gjithë qytetarëve të Republikës e Kosovës. Gjithë duhet të ndihen mirë, krenar, me kontributin e tyre, me sakrificën e tyre për lirinë që e gëzojmë sot, për Kosovën ndonë të re, për Kosovën shtet, për Kosovën me një perspektivë të gjithanshme, për Kosovën me mundësi të reja. Po mund them lirisht se viti 2008 është viti më i mbarë për Kosovën, është viti përmbylljes së statusit, është viti njohjes së pavarësisë së shtetit sovran të Kosovës. Prandaj nëse këtë e marrim si simbiozë përbashkët, mund themi po kështu se është viti përkrahjes të madhe për Kosovën paralelisht, është vit kur është dhënë mbështetje e rëndësishme Kosovës me konferencën e donatorëve, është vit themi i lëvizjeve pozitive për regenerimin ekonomik të Kosovës, dhe është vit po ashtu i stabilitetit vendit, dhe është vit i përgjegjësisë gjithë qytetarëve të Kosovës për të qenë kontribues dhe aktorë të drejtë për drejtë në këtë prizmë shikimi. Aktet që kanë ardhur për njohjen e pavarësisë së Kosovës kanë qenë me emocione të veçanta dhe një garancë shtesë e vetë të deklaratës së pavarësisë së Kosovës. Në anën tjetër ka pasur procesi i fillimit të integrimeve, qoftë atyre rajonale dhe të atyre evropiane, ka filluar një mbarësi, do të thoja, dhe po ashtu do të them në konferencën e donatorëve me një organizim permanent të madh dhe me një sukses po ashtu të theksuar. Pas një debati të gjerë publik dhe në nivel akademik, drejtuesit dhe anëtarët e Komisionit për hartimin e projekt kushtetutës së parë të Republikës së Kosovës miratuan dhe firmosën publikisht versionin final të saj në 7 prill të vitit 2008. Ndërsa vetëm 2 ditë pas, më 9 prill të vitit 2008, deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës miratojnë kushtetutën e parë të shtetit të pavarur, sovran dhe demokratik të Kosovës. Parimet e paqes, të lirisë, të demokracisë, të barazisë, respektimit të drejtave të njerëzit dhe sundimit të ligjit, mos diskriminimit, të drejtës në pronë, mbrojtjes së mjedisit, drejtësisë sociale, pluralizmit, ekonomisë së hapur të tregut. Shpall solemnisht, shpall kushtetutën e Republikës Kosovës, e miratuar nga 107 deputetët e Kuvendit Kosovës. Pas një konkursi publik në bazë të vlerësimit të profesionistëve, Kuvendi i Kosovës ka nxjerrë edhe simbole shtetërore të vendit tonë, të cilat përfaqësojnë unitetin shtetëror dhe qytetar të Kosovës. Ftoj deputetët që të ngriten këmbë dhe të nderojmë himnin e sapo miratuar.
Ndërkaq më 15 qershor të vitit 2008 hyn në fuqi Kushtetuta e Republikës së Kosovës, një kushtetutë moderne e cila garanton sovranitetin territorial dhe barazinë para ligjit të gjithë qytetarëve. Sot, më 15 qershor 2008, Kushtetuta e Republikës Kosovës ka hyrë në fuqi. Kjo është Bibla dhe Kurani ynë. Kushtetuta do të jetë shtylla kurrizore e organizimit tonë shtetëror. Kushtetuta jo ngërthen zgjidhje moderne kushtetuese që vijnë nga trashëgimia demokratike, por edhe zgjidhjet veçanta për rrethana dhe specifikat e Kosovës, si shoqëri shumë etnike, me një shumicë dërmuese shqiptare dhe me komunitetet pakic, të cilave u jepën garancat fuqishme për të drejta dhe privilegjet cilat janë shenjtruar në kushtetut, pasi ishin pranuar si dispozita të pakos së presidentit Ahtisari për Kosovën. Kushtetuta e Republikës së Kosovës si dokument bazë juridik dhe politik i hartuar sipas vlerave të përparuara evropiane e botërore, ka hapur perspektiva të shkëlqyera të konsolidimit të demokracisë sonë të re, të ndërtimit të institucioneve të saj përkatëse, të stabilitetit politik e ekonomik dhe të kthimit të vendit tonë nga një vatër krize në faktor paqe e mirëkuptimi në rajon. Sot është një ditë e madhe, është ditë historike për Republikën e Kosovës dhe qytetarët e saj. Sot, hyn në fuqi Kushtetuta e Republikës sonë, akti më i lartë juridik i shtetit tonë të ri, të ndërtuar me shumë mund e sakrifica. Nga kjo ditë, shtetit tonë të ri ne japëm një dimension tjetër, fundamental, kushtetueshmërinë. Sot, me hyrjen në fuqi të këtij akti më të lartë në shtetin tonë, ne po çmojmë luftën për liri dhe pavarësi. Duhet të them se ka qenë detyra më e rëndësi në jetën time, cilën e kam udhëhequr unë dhe ndihem krenar, besoj edhe vetë dhe për vendin, për kontributin që kam pasur mundësi ta jap bashkërisht me kolegët e mi. Mendoj që kemi dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm ku për herë të parë do të thoja në mënyrë legale është respektuar në plotëni vullneti i qytetarëve të Kosovës dhe kemi tentuar që të arrijmë një harmonizim të plotë edhe brenda faktorit politik apo dhe qytetarët të shqiptarëve të Kosovës, po ashtu edhe me minoritetet dhe përfshi ato me faktorin ndërkombëtar. Gjatë gjithë punës së unë, përbërja komision ka qenë me përbërje të ndryshme të thoja, edhe etnike, edhe politike, po edhe profesionale, ka qenë një angazhim permanent do thoja për të respektuar edhe anën profesionale, po gjithmonë edhe vullnetin politik. Ka qenë një harmonizim i plot, i cili ka arritur me vendime me konsenzus, dhe mendoj që ka qenë një punë e mirë, e cila nuk ka krijuar zbrasira juridike, nuk ka krijuar dilema, por ka planifikuar të ardhmen e vendit tonë, qoftë ato politike, ekonomike, juridike. Punët më madhore që janë përmbyllur gjatë vitit 2008, do të veçoja pas deklaratës së pavarësisë, miratimin e simboleve të shtetit, miratimin e Kushtetutës Republikës Kosovës, një kushtetutë vërtet moderne, që ha perspektiva për të gjithë qytetarët e Kosovës, pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike. Qeveria e Republikës së Kosovës dhe institucionet e tjera të vendit gjatë këtyre 2 viteve të funksionimit të tyre janë angazhuar që të kryejnë obligimet e veta kushtetuese për të bërë reforma të gjithanshme në të gjitha fushat. Qeveria aktuale, apo si që thoni ju, koalicioni aktuale është më tepër se një koalicion në kuptimin e profilit ideologjik, është koalicion për Kosovën, është koalicion për shtetin, është koalicion të mirë në gjithë qytetarëve të Kosovës, dhe secila parti që ka hyrë në këtë koalicion është ballafaquar me tikalimin e disa primesave partijake në shërbim të ndërtimit të një profili të lartë shtetëror. Prandaj është një ekip e suksesit, është një ekip e punëve të përbashkëta, natyrisht me leadership vendimarrës dhe unik. Është një qeveri që ka kultivuar unitetin politik, qytetar dhe shtetëror. Falenderoj edhe opozitën për mbështetjen e vazhdueshme që i kanë bërë proceseve shtetformuese dhe shtetëzhvilluese në
Kosovë, të hequr nga qeveria e Republikës së Kosovës. Ne kemi instaluar një frymë dhe filozofi të re, frymën e bashkëpunimit me të gjithë dhe jam mirënjohës për këtë partneritet edhe me opozitën, edhe me shoqërinë civile, edhe me mediat, edhe me komunitetin e biznesit. Ne vetëm i shërbejmë vendit dhe gjithë qytetarëve të Kosovës. Për ne është më rëndësishme se qeveria e Kosovës ka shprehë prioritetet e veta të parësore, të cilat prioritete janë shprehë edhe në projektin, themi me kohën e zgjedhjes së kësaj qeverie apo marrjes së besimit nga parlamenti. Unë mendoj se është arritë një punë e mirë. Unë mendoj se kornizat themelore të kaheve matjere të mateshme janë të përcaktuara dhe po të njëjtën kohë mendoj se ka nevojë të përbashkët të kemi një refleksion të gjithmonë në zbatimin e kushtetutës dhe të ligjeve në fuqi. Çdo shmangë eventuale që mund të ketë nxitje të atyktueshme të ndonjë segmenti do të dëmtonte proceset tona, do të dëmtonte thjesht këtë kaq që Kosova e ka dëshmuar tash vërtet që të jetë shtet demokratik i gjithë qytetarëve dhe të ketë një ofertë veçantë në integrimin edhe gjithë atyre qytetarëve apo të pasaj pjesë e qytetarëve që deri tash heziton të jetë në këto procese tona. Parlamenti ka kryer një punë mjaft voluminoze, pastaj parlamenti ka kryer dhe punë të tjera si në raport me marrëdhëniet me jashtë, bashkëpunimin me parlamentet të tjera, vizitat që i kemi pasur, që kanë qenë të shumta, po unë do ta veçoja vizitën në Parlamentin Evropian, do të thotë aty ku Kosova u ngrit për herë të parë në Parlamentin e Bashkimit Evropian, flamuri i Republikës Kosovës, ku Kosova filloi një trajtim të veçantë, po trajtohej si shtet, si republikë e pavarur. Sa i përket gjitha këtyre detyrave dhe proceseve që i kemi kryer në raport me shtetin, me ligjet më vitale që i kemi miratuar gjatë vitit 2008, mendoj që edhe opozita në të shumtën e raste ka qenë pjesë e pandashme e këtyre proceseve. Dhe në këtë raport unë kam fjalët më të mira për gjithë ata që janë angazhuar dhe kanë ndihmuar që këto çështje të shkojnë pa pengesa. Po ajo që unë do të theksoja është që viti 2008 padyshim se shënon në vitin më të suksesshëm në gjithë historinë e popullit shqiptar, në veçanti të Kosovës. Pakrahasimisht gjendja sot është më ndryshe, krejt më ndryshe se sa para 17 shkurtit të vitit 2008 dhe natyrisht është një privilegj për gjithë gjeneratat dhe sidomos për ne që e gëzojmë këtë ditë. Po të shihet në aspektin politik, Kosova ka rrit mjaft shumë, madje të arriturat në fushën politike janë të arriturat të cilat vendet e tjera nuk do të mund të arrinin dekada me radhë. Kur kemi parasysh gjendjen e përgjithshme të jetës së përditshme të qytetarit Kosovës, natyrisht se kemi pas vështirësi dhe do të kemi vështirësi edhe në të ardhmen. Vendimi për shtep dhe hyrja në fuqi e kushtetutës vendit janë të arrituret sublimet popullit Kosovës të merituara. Zotësia jonë me ndërshtu shtep meriton një analizë. Analiza e ime është se kemi shprehë dobësi në ndërtimin e shtetit tonë. Qeverisja është dashur të fillon me një plan qeverisës, i zbërthym veprime, i cili ka barqit e ditur, kush i kryen punët dhe afatet kohore për me rrit Kosovën nga gjendja e nisjes të shpalljes shtep në gjendjen e ardhshme. Kryesorja është dhe më pozitivja që kanë gja, që jemi shtet i pranuar nga një numër i caktuar vendeve dhe me kushtetut dhe ligje. Unë do të thoja që porosia kryesore është që qytetarët duhet të jenë të gëzuar dhe të lumtur, që megjithatë kemi deklaruar dhe po e formojmë shtetin. Është vërtet se pavarësia e Kosovës është një arritur historike, është shpërblim i luftës tonë për liri, sakrifica vujtjeve të gjeneratave të tëra dhe është gjithashtu edhe rezultat i mbështetjes të bashkësisë ndërkombëtare. Kështu që pavarësia është një sukses i përbashkët i Kosovës dhe i miqve të Kosovës, është tregimi më i mirë dhe më i suksesshëm i vitit 2008. Dhe mendoj që ne kemi është vërtet që në vitin 2008 ne kemi vendosur bazat e shtetit. 90% të çështjeve të cilat kanë qenë kemi pas një unitet të plot, sepse kanë qenë çështje të cilat jemi përpjekur gjithë ne dekada me radhë, gjenerata të tëra
dhe prandaj nuk ka pas asnjë vend që të ketë një opozit në këto çështje shumë madhore për Kosovën. Por po ashtu kemi pas edhe çështjen të cilat natyrisht nuk kemi pajtuar e që kanë të bëjnë me jetën e përditshme të shtetarit Kosovës. Po krijojmë një shtet që hap vizion për zhvillim, për punësim, për zvoglimin e varfërisë, për shëndetësi, shërbimet cilësore, për shkencë dhe edukim nuk janë plotësuar. Po kjo në asnjë mënyrë nuk e zvoglon vlerën e shtetit Kosovës. Besoj që është arritur mjaft, bazat e shtetit janë këtu dhe mbetet shumë punë për vitin e ardhshëm dhe vitet në vijim. Do të thoja se është bërë punë edhe në drejtim të projekteve zhvillimare që ka të bëjë me komunitetet pakic dhe po kështu mund të themi se është tepër e rëndësishme se është një përpjekje e veçantë për të hyrë në fundament themi të zgjidhjes së problemeve etike që kanë të bëjnë me mirëqenien e qytetarëve. Nasze Ministarstvo za rad i socijalno staranje mi apsolutno ispunjavamo svim ljudima na Kosovu potrebe tipa kao što su oni koji ulaze u socijalnu asistenciju ili oni koji su u departamentu za zapošljavanje. Znači mi sve njihove, ono što ih sleduje, mi apsolutno ispunjavamo. Sad druga stvar možda ona samo učešće Srba u institucijama. To je malo znate, malo je delikatnije i nema još baš one odgovarajuće predstavništva Srba u tim institucijama. Ali ja mislim da korak po korak, ja sam više puta rekao i opet ću da ponovim to, jer mislim da je bitno da se poverenje stiče. Poverenje ne možete nekom da date, nego vremenom, adekvatnim koracima, adekvatnom saradnjom postižete nivo poverenja. Ja mislim da smo u tom procesu i mi kao odgovorni ljudi ispred srpske zajednice, takođe u isto vreme odgovorni ljudi u vladi Kosova, da možemo da te ljude stimulišemo da budu što više deo našeg društva. Evet, bugünler biz Kosova Cumhuriyeti'nin birinci bağımsızlık yılını bugünlerde yaşıyoruz. Dolayısıyla bu konuda hepimiz mutluyuz. Kosova Türkleri Kosova'nın bağımsızlığında desteklerini sunmuşlardır. Bizler de siyasi kanat olarak, milletvekiller olarak da hem meclis çalışmalarında hem de meclis dışında parti olarak bu konuda çalışmalarımızı yapmışızdır. Bir Türk bakanı olarak elbette Kosova hükümetinde yer almak bizim için bir ayrıcalıktır. Hükümette de yerimiz tüm bakanlarla eşit. Konuları hepimiz gündeme getiriyoruz. Sorunlarımız aynı, başarılarımız aynı. Yani Kosova hükümeti tüm Kosovalıların hükümeti olarak çalışmaktadır ve böyle çalışmalardan dolayı da ben de şahsen çok memnunum ve bundan böyle de böyle devam edeceğini inanıyorum ve inanmaktayım. Bošnjaci Kosova su integralni deo Kosova, oni su integrisana zajednica i učestvovali su u svim ovim procesima koji se dešavali, znači od proglašenja nezavisnosti, donošenja ustava. Mi smo radili znači na ovim dokumentima, bili smo u Beču u kosovskoj delegaciji, znači ono što pripada ostalim zajednicama na Kosovu, većinskoj i drugim, pripada i bošnjačkoj zajednici. Institucije u kojima Bošnjaci učestvuju, znači na svim nivoima, u oblasti obrazovanja imaju škole na svom jeziku, imaju do fakulteta, znači u Peći, u Prizrenu. Të gjithë popujt e Kosovës me pavarësinë e saj janë gëzu. Si shumica, ashtu edhe pakicat. Në pavarësinë e Kosovës janë shumë ligjet që i japin drejtat e gjithë popujve të Kosovës. Unë jam tepër i gëzoshëm se shumë gjana i kemi mri edhe ende normal do t'i mrim. Shumë parlamentet e Kosovës nuk e kanë këtë ligj që e ka Kosova. Kur ta them këtë, e vërtetoj se kam qenë në për shumë shtetet e Evropës, s'kam pa që pakicat e kanë këta drejta sukur na që e kemi këtu në parlamentin e Kosovës. Drejtat e barabarta janë për të gjithë njëjtat. Bu da Kosova'nın örnek bir devlet, başarılı bir devlet olabileceğini kanıtlamaktadır. Demokrasi, insan hakları, topluluk hakları hepimizin görevimizdir ve bu konuda da Kosova hükümeti ve Kosova devleti gün be gün başarılar elde etmektedir. Nikada nećemo biti zajednica koja će raditi na štetu globalnih interesa Kosova.
Znači, kad god budemo tražili svoja prava, sve će se to bazirati na tome da to bude u skladu sa interesima Kosova, sa interesima države u kojoj živimo i mi smo, znači, prije svega lojalni građani ove države, ali želimo da svoja prava ostvarujemo kroz institucije sistema i u ovoj državi. Nikako vani i ne želimo da budemo neka smetnja u daljem procesu integracija Kosova kroz institucije, evropske i svjetske institucije. Njëra ndër ngjarjet kryesore historike për popullin e Kosovës është vizita e parë e liderëve kryesorë të vendit tonë, presidentit Fatmir Sidiu dhe kryeministit të Republikës së Kosovës Hashim Thaçi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas shpalljes dhe njohjes ndërkombëtare të pavarësisë. Të dy liderëve u thash që po qëndrojnë përfundi fotografisë së George Washingtonit, themeluesi i SBA-ve të lira. E çmoj kurajën tuaj, leadershipin tuaj dhe unë premtoj se SBA do t'ju ndihmojnë që të realizoni ëndrat tuaja. Mirë se erdhët. Është një nder i jashtëzakonshëm për ne që jeni sot të pritur nga presidenti Bush. It's an extraordinary occasion for us to be received by President Bush. Të përcjellim falënderimet e popullit Kosovës nga shpirti dhe gjithë ajo që e ndjen çdo gjenerat e Kosovës. To convey to him all the aspirations and all the thanks of the Kosovo people, heartfelt. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë mbështetëse të lirisë, të demokracisë dhe të ecjes fondmateshme, do të jenë me popullin thellë. The Kosovo people has been following democracy, the principles of democracy and freedom. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në mbështetje të vazhdueshme. Prime Minister. Takimi sot me presidentin Bush, jo që është vetëm forcim i marrëdhënieve Kosovë Shtetet Bashkuara të Amerikës, populli Kosovës, populli amerikan, por është edhe beslidhje përjetshme mes popullit Kosovës dhe popullit të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Today's meeting with President Bush not only reiterates the fact that we are closely connected with the United States, but we always be their trustful friend forever. Ne gjithmonë kemi besuar tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ky pro-amerikanizëm në Kosovë është vlerë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ndjekjen e civilizimit botror. Kjo është përgjegjësia jonë, kjo vizioni jonë. This is our pledge, this is our responsibility, this is our vision. Thank you very much. Sir, thank you guys. Thanks, guys. Policy seems okay with Obama's withdrawal time. Thank you. Thanks, guys. Thanks, guys. Edhe me Mbretërinë e Bashkuar, e cila ndër të parat e njohur pavarësinë e Kosovës, vendi ynë ka raporte jashtëzakonisht të mira. Këtë dëshmoi edhe vizita e presidentit Sidiu dhe kryeministit Thaçi në Londër. Well, we were pleased to recognise you, and I think other countries have followed in very substantial numbers. Pasur kënaqësi që e njohim Kosovën dhe mbas njohjes tonë pati një numër të madh vendesh që pasuan me njohjen. I was in the United Arab Emirates, and they have recognised you, and I was trying to persuade the other states that I visited to do. Ne jemi shumë mirënjohës për gjithë çka që Mbretëria e Bashkuar ka bërë për Kosovën dhe qytetarët e saj. And we cannot thank you enough for what you have done for Kosovo and its people. Kosova goti pas një shekulli të një jete të vështirë në sundimin e politikave në Beograd, mendimin e komunitetit ndërkombëtar, vërtet kemi arritur që ta shpallim dhe ta bëjmë shtetin e pavarur në Kosovë.
nga pjesëmarrja e udhëheqësve më të lartë të vendit tonë në tubimet të rëndësishme ndërkombëtare ku prioritet ishte çështja e Kosovës, po veçojmë. Pavarësia e Kosovës dhe hyrja në fuqi e kushtetutës sonë kanë krijuar sheshazi një situatë dramatikisht të re, të cilës duhet t'i përshtatet Organizata e Kombeve të Bashkuara edhe një herë. Ne do duhej të ndihmonim njëri tjetrin. Përderisa ne ecim përpara drejt proceseve integruese në BE dhe NATO. Por ne nuk mund ta bëjmë këtë dhe nuk do ta bëjmë. Nuk do ta diskutojmë statusin e Kosovës apo ta vëmë në diskutim pavarësinë e Kosovës, sepse është shtet e njohur nga 65 kombe të lira kudo në botë. Dhe më besoni se do të ketë akoma më shumë njohje në javët që do të vinë dhe muaj që pasojnë. Mesazhi që përçohet përmes paraqitjeve në Këshill të Sigurimit është mesazhi i Kosovës, është pozicion i Kosovës dhe se i tillë ka peshë të veçantë. Kosova ka vendosur marrëdhënie diplomatike me shumë vende të botës, ku ka themeluar edhe misionet diplomatike në nivel të ambasadave. Tashti ka mbi 20 ambasada dhe 9 misione konsullore të Kosovës në botë dhe në rrafshin tjetër të antarësimit të Kosovës në mekanizma ndërkombëtar. Kosova mbrojti fuqishëm ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së saj edhe në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hag në dhjetor të vitit 2009. Në mbështetje të qëndrimit se deklarata e pavarësisë nuk ka qenë në kundërshtim me asnjë rregull të zbatueshëm të së drejtës ndërkombëtare, ne e çmojmë mbështetjen e tyre. Gjatë vitit 2008 dhe 2009, në vendin tonë janë bërë hapa konkret dhe janë shënuar rezultate të konsiderueshme pothuajse të gjitha lëmit. Kemi instaluar si qeveri qeverisjen e mirë, stabile, efikase dhe transparente. Kemi filluar reformimin e arsimit, natyrisht edhe kompjuterizimin e shkollave, zhvillimin e infrastrukturës rrugore, përmirësimin fillestar të gjendjes energjetike, luftën kundër korrupsionit, por edhe kemi hapur perspektivë të sigurt të vendit për të integruar në strukturat euroatlantike. Më lejoni të them se në fokus të angazhimit tim në këtë periudhë ka qenë përqendrimi kryesor i punës në miratimin e respektivisht në përgatitjen, në kontributin për përgatitjen e draft ligjeve që burojnë nga pakoja e presidentit Ahtisaari. Ka qenë një angazhim i vazhdueshëm në grupin gjithëpërfshirës që kanë qenë kontribues dhe kreues të draft ligjeve të caktuara. Ky aktivitet, siç është ndjeni të gjithë neve, ka qenë një nga prioritetet e veçanta të qeverisë Kosovës për shkak të rëndësisë së këtyre ligjeve dhe prandaj organizimi i punës dhe respektimi i afateve kemi konsideruar të gjithë se është i rëndësisë të veçantë jo vetëm për qeverinë e Kosovës, por edhe për Kosovën. Përgatitja e legjislacionit i cili është fundamental për të funksionuar një ekonomi dhe fundamental për të funksionuar sidomos sistemi financiar në Kosovë. Dhe me këtë konsideroj që kemi aprovuar, siç e quajnë në tërë botën, kushtetutën financiare që është ligji mbi financat publike, që konsiderojmë që është ligj shumë modern dhe i përkrahur edhe nga institucionet financiare ndërkombëtare, natyrisht do ketë plotësime të përhershme. Me qëllim të nxitjes së investimeve të huaja për ngritjen e ekonomisë së Kosovës, institucionet e vendit tonë kanë organizuar edhe konferenca ndërkombëtare në disa vende të Evropës. Duhet veçuar konferencën e mbajtur në Londër me 24 nëntor të vitit 2009, e cila ishte ndër më të suksesshmet. U prezantua këtu nga të gjithë pjesëmarrësit dhe konsideroj që investitorët u informuar saktësisht me projektet të cilat janë duke u zhvilluar, me ato që janë duke ardhur, dhe konsideroj që interesimi dhe profili i kompanive që morën pjesë këtu na japin të besojmë se në ditët e ardhshme, javët e ardhshme dhe vitet e ardhshme do kemi investitorë jo vetëm nga Anglia, por edhe nga vendet e tjera. Ndërtimi i kapaciteteve të reja gjeneruese të energjisë elektrike nga ligniti është jetik për zhvillimin e shpejtë dhe të qëndrueshëm në sektorin energjetik të vendit tonë.
Qeveria e Republikës së Kosovës ka mbështetur përcaktimin e Komitetit Drejtues për rikonfigurimin e projektit të termocentralit kosovare dhe ndërtimin e hidrocentralit të Zhurit. Në konferencën me kompanitë më të njohura ndërkombëtare mbajtur me 20 dhe 21 janar të këtij viti në Prishtinë, është vërejtur interesim i madh i tyre për të investuar në ngritjen e termocentralit Kosova e Re. Siç po e shihni, investitorët janë këtu, na do të mundohemi që t'i japim të gjitha informatat konkrete dhe plotësuese që ata të janë të kënaqur dhe të vinë në Kosovë. Është në proces së sipër edhe projekti për privatizimin e disa segmenteve të Kekut dhe procesi i koncesionimit të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, si dhe fillimi i mbarë procesit të angazhimeve tjera madhore të projekte për zhvillimin ekonomik të vendit tonë. Gjatë vitit 2008, Ministria e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit ka asfaltuar mbi 600 km rrugë magjistrale, rajonale dhe lokale. Për këtë qëllim janë investuar mbi 126 milion euro. Ndërkaq gjatë vitit 2009, kjo ministri ka realizuar mbi 200 projekte dhe ka investuar mbi 136 milion euro. Gjatë vitit 2008 dhe 2009, investimet kanë qenë më të mëdha 511% se sa gjatë 3 viteve të mëparshme 2005, 2006 dhe 2007. Mendoj që për herë të parë në vendin tonë ka ndodhur që investimet kapitale në Ministrinë e Transportit shkojnë të shpenzohen deri në shifrën 91%. Kjo tregon që kapacitetet tona absorbuese kanë qenë jashtëzakonisht të mëdha. Mobilizimi i personelit, i strukturave të Ministrisë të Transportit në nivelet të gjitha niveleve kanë qenë shumë të angazhuara vitin e kaluar dhe si rezultati i saj ka ardhur drejt shpenzimi i atij buxheti të paraparë. Dhe mendoj që ritmet të cilat i kemi aplikuar vitin e kaluar kanë lënë shenja në Kosovë, kanë lënë shenja në përmirësimin edhe të infrastrukturës, por mbi të gjitha kanë dhënë impuls në zhvillimin ekonomik të vendit tonë. Keni parasysh këto punë që janë bën nga kompanitë, shumica e kompanitë tona kosovare, njerëz të cilët kanë hapur vende të reja të punëve me këto punë që janë hapur, praktikisht ne sipas analizave që i kemi deri se dikon rreth 4000 punëtorë janë punësuar vetëm vitin e kaluar nga kompanitë të cilat kanë marrë drejt për drejt punë nga Ministria e Transportit dhe kjo ka ndikuar drejt për drejt në gjendjen e tërësishme sociale në Kosovë, duke zvogëluar edhe papunësinë, por njëkohësisht duke rritur mundësinë e blerjes së qytetarëve, domethënë të sigurimit të familjeve të tyre përmes punës së tyre. Gjatë vitit 2009 dhe në fillim të vitit 2010 janë bërë veprime shumë konkrete në drejtim të ndërtimit të 2 projekte madhore të infrastrukturës rrugore, autostradës Vërmic-Merdar dhe autostradës Prishtinë-Shkup. Lidhur me autostradën Vërmic-Merdar, Komiteti Ndërministror ka punuar ngushtë me ekspertë ndërkombëtar dhe vendor për realizimin e projektit dhe përgjetjen e formave të financimit. Viti 2010 do të jetë viti fillimit të ndërtimit të projektit më të madh kapital dhe strategjik të Kosovës. Ky projekt më tepër përveç për një projekt të integrimit shqiptar, është një projekt që integron rajonin në Evropë dhe efektet pozitive në aspektin ekonomik, kulturor, social, në gjitha drejtimit komunikimit mes njerëzve janë të pallogaritshme, domethënë efektet pozitive. Kështu që për mendimin tim për Kosovën dhe për Shqipërinë, kjo definitivisht do të thotë një integrim konkret, i drejtë për drejtë dhe përfundimtar në mes Kosovës, Shqipërisë ose në mes shqiptarëve. Dhe kjo do të ndikojë drejt për drejt në zhvillimin ekonomik të dy vendeve tona dhe në komunikim masiv të njerëzve në gjitha drejtimet, si në planin ekonomik ashtu në planin social dhe politik. Në pjesën veriore të vendit, Qeveria e Republikës së Kosovës gjatë vitit të fundit ka investuar bukur shumë duke kryer kushte për kthimin e qytetarëve të gjitha nacionaliteteve në shtëpitë dhe pronet e tyre, vendosjen e rendit dhe të ligjit dhe krijimin e një ambienti të shëndosh për të gjithë. Deri më tash, Qeveria e Republikës Kosovës ka ndarë 700.000 euro për rindërtimin e shtëpive, pjesa tjetër ka qenë investimi i kuvendit komunal, mirë po premtimet dhe garancionet e Kryeministrisë të Republikës Kosovës janë që secila shtëpi që është djegur dhe që ka nevojë për rindërtim do të rindërtohet këtë pjesë dhe ne besojmë plotësisht në premtimet e tij.
tani është duke u punuar në mënyrë intensive dhe për realizimin e strategjisë së qeverisë së Republikës së Kosovës me qëllim të krijimit të perspektivës demokratike dhe integruese në veri të vendit, në mënyrë që të forcohet sovraniteti i Republikës së Kosovës dhe respektimi i integritetit territorial të saj. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka realizuar një varg projektesh me rëndësi për krijimin e një midhisi shkollor të përshtatshëm dhe të shëndetshëm për mësimdhënie dhe mësimdhënie me qëllim të nxitjes dhe ngritjes së cilësisë së arsimit në të gjitha nivelet. Gjatë vitit 2008 dhe 2009 janë investuar 78.600.000 euro në ngritjen e 65 objekte shkollore me sipërfaqe prej 170.000 m2 në mbaror vendin tonë. Viti 2008 ka qenë deklaruar si viti i arsimit gjithëpërfshirës, përderisa viti 2009 ka qenë viti i arsimit cilësor. Gjatë këtyre 2 viteve ne kemi bërë përpjekje maksimale që të sigurojmë qasje për gjithë nxënësit dhe studentët në institucionet tona arsimore dhe universitare. Kemi rrit hapësirën shkollore përmes ndërtimit të objekteve të reja shkollore, kemi siguruar tekstet falas, kemi ndërmarrë masa që ta parandalojmë braktisjen e nxënësve nga shkolla, kemi promovuar konceptin e shkollave të sigurta dhe të shëndetshme. Krahas asaj kemi filluar edhe procesin e reformës së kurrikulit në shkollat e Republikës së Kosovës, kemi siguruar autonominë e shkollave fillore dhe të mesme. Universitetit Prishtinës i kemi dhënë autonominë e plot administrative dhe financiare. Mandej kem rrit numrin e studentëve në Universitetin Publik të Prishtinës, praktikisht kem dyfishuar numrin e studentëve në Universitetin Publik të Prishtinës, kem dyfishuar pagat e mësimdhënësve në Universitet të Prishtinës dhe të njëjtën kohë marrë me procesin e akreditimit të universiteteve publike dhe atyre private. Në tetor të vitit 2009, Qeveria e Republikës së Kosovës ka marrë vendim për themelimin e Universitetit të dytë publik në vendin tonë, ati në Prizren. Qyteti Prizrenit është i dyti për nga pesha dhe rëndësia e tij edhe ekonomike dhe kulturore. Së dyti, Republika e Kosovës e ka të ultë pjesëmarrjen e trive në arsimin e lartë. Përmes themelimit të këtij universiteti ne synojmë që të arrismi pjesëmarrjen e trive në arsimin e lartë. Së treti, kosto e shpenzimeve për një pjesë të qytetarëve të Kosovës që studiojnë në Prishtinë shumë e lartë. Prandaj ky universitet do të ofrojë mundësinë që të rinjtë të studiojnë me kosto më të ulët. Dhe së katërti, profili dhe programi i studimeve që do të ofrohen në këtë universitet do dallojnë shumë prej universiteteve të tjera. Gjatë kësaj periudhe janë formuar edhe disa ministri dhe institucione të reja që kompletojnë mozaikun e shtetësisë së Kosovës. Krijimi i forcës sigurisë të Kosovës është një prej përmbushjes së obligimeve kushtetuese dhe tashmë kemi institucionin më të ri i cili është mirëpritur jashtëzakonisht mirë nga qytetarët e Kosovës dhe as më tepër kur ky institucion po ndërtohet mbi bazën e parimeve, kritereve dhe standardeve të NATO-s në një përkrahje të fuqishme ndërkombëtare. Pra, në një bashkëpunim të ndërsjellë në mes të institucionet të Kosovës dhe Aleancës Veriatlantike, do të kemi një forcë sigurisë që do të jetë e aftë për të siguruar qytetarët e Kosovës pa dallime etnike dhe përgatitur për të qenë pjesë e partneriteteve ndërkombëtare dhe pjesëmarrëse në misionet të cilat do të kërkohen nga ajo. Në fazën e parë të ngritjes kapaciteteve të forcës së sigurisë do të jemi të përqendruar në arritjen e cilësisë sa më të lartë të përgatitjeve për nënoficerët dhe oficerët e forcës së sigurisë dhe të kemi një përfshirje të gjeneratave të reja, të cilët do të aftësohen në periudhën kohore të paraparë sipas kushtetutës dhe ligjit për të marrë të gjitha përgjegjësitë institucionale që i takojnë. Në atë për administratë publike janë realizuar një varg projektesh me rëndësi për funksionalizimin e administratës publike sipas standardeve evropiane. Qeveria e Republikës Kosovës me të marrë mandatin e ka vendosur administratën publike në agjendat kryesore të prioriteteve. 2 vjet pas mandatit ne kemi arrit rezultate të konsiderueshme drejt krijimit të administratës moderne. Unë do të përmend kryesisht sferat kryesore ku ka pas ndryshime. Fillimisht ne kemi promovuar qeverisjen elektronike si një instrument apo si një filozofi të funksionimit të shtetit tonë të ri, duke ofruar qytetarëve të Republikës Kosovës shërbime online për shumicën e çështjeve personale, duke ofruar
komunikim të drejt për drejt me zyrat më të ulta deri te zyrat më të larta. Tani më shumica e aplikacioneve janë elektronike. Kemi promovuar 11 aplikacione të gjendjes civile, certifikata të gjendjes civile. Gjithashtu jemi duke procesuar vazhdimisht informatat për pasaporta dhe letërnjohje në mënyrë elektronike. Kemi provuar projekte të regjistrimit online të bizneseve, arkives elektronike, të menaxhimit unik të projekteve dhe një varg projekte tjera që modernizojnë administratën. Rëndësia e duhur është kushtuar dhe sigurimet të kushte për punë efektive të zyrtarëve dhe shërbëtorëve civil në objektet e reja qeveritare, si është adaptimi i pallatit të shtypit dhe përfundimi i punimeve të ndërtesës së re të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, asaj të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës dhe të disa institucione të tjera. Me provurimin e pallatit të mediave, gjitha ministritë janë vendosur në objekte publike, me çka është krijuar një performancë mirë e shtetit tonë, por edhe në kursime të konsiderueshme në buxhetin e Republikës Kosovës, duke përfunduar me praktikat e vjetra të qirave që janë paguar. Gjatë rrugës së shtetëndërtimit, përveç arritjeve evidente, Kosova është ballafaquar edhe me një varg problemesh, të cilat janë trashëguar me decenje të tëra. Në radhë të parë brengos gjendja jo e mirë në shëndetësi, në drejtësi, probleme sociale dhe probleme të tjera. Muajve të fundit kanë shpërthyer një varg pakënaqësisht të punëtorëve shëndetësor, të policëve dhe të atyre që kanë mbetur pa punë pas privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Ato janë paraqitur për shkak të nivelit të ulët të ardhurave të tyre, por Ministritë përkatëse dhe Qeveria e Republikës së Kosovës i kanë analizuar me kujdes kërkesat e tyre dhe kanë ofruar zgjidhjet më të mira të mundshme. Në 15 nëntor të vitit 2009 janë mbajtur edhe zgjedhjet lokale në vend, organizuar nga institucionet e Republikës së Kosovës. Marrë në tërësi, ky proces është zhvilluar sipas standardeve evropiane. Partia Demokratike e Kosovës sërish ka dalë forca kryesore politike në vend. Kuvendi i Republikës së Kosovës gjatë kësaj periudhe dyveçare të shtetëndërtimit ka arritur që të realizojë me sukses misionin e vet që ka në kompletimin e infrastrukturës ligjore të shtetit të pavarur të Kosovës. Gjatë 2 viteve të pavarësisë ose në legjislaturën e tretë, Kuvendi i Republikës së Kosovës në raport me obligimet që i ka nga Kushtetuta e Kosovës në ndërtimin e institucioneve të pavarur dhe institucioneve të shtetit, më thënë që në tërësinë ka kryer të gjitha obligimet kushtetuese. Në këtë rrafsh më thënë që edhe institucionet tjera kanë kryer obligimet e tyre kushtetuese. Kosova i ka të gjitha institucionet që duhet të ketë një shtet i pavarur dhe sovran. Edhe përfaqësuesi civil ndërkombëtar në Kosovë vlerëson pozitivisht arritjet e institucioneve të popullit të Kosovës gjatë kësaj periudhe të rëndësishme të shtetëndërtimit. And we will be there to advise in the implementation of Ahtisaari. We have already been working very closely with the government since the 17th of February in many areas like decentralization, assisting in drawing up the constitution, legislation, security sector reform, and trying to get the best economic conditions in the country to give the people a better future. Gjatë periudhës së kaluar dyveçare, Kosova ka arritur të realizojë objektivat kryesore të ndërtimit të shtetit të pavarur, sovran dhe demokratik. Mirë po, në të ardhmen kërkohet përkushtim edhe më i madh në realizimin e strategjisë së zhvillimit. Ky projekt strategjik është nxjerrur bashkërisht me konsulentë dhe këshilla të ekspertëve me renome ndërkombëtare botërore. Janë prioritete këto të cilat kërkojnë përkushtim të vazhdueshëm dhe nuk kanë periudha të caktuara kohore, sepse investimi i vazhdueshëm, investimi në edukim është një investim i përhershëm, i vazhdueshëm që nuk duhet ndalet kurrë. Investimi në infrastrukturë rrugore, në infrastrukturët profileve tjera do të vazhdon. Edhe këtë vit dhe vitin e ardhshëm do të vazhdojmë me reformat në ekonomi për krijimin e kushteve dhe mundësive shumë më të mira për biznesin kosovar. Pra, unë vazhdoj të punoj me besimin e plot për suksesin e plot të institucioneve dhe qytetarëve të Kosovës. E armja e Kosovës është e armë evropiane, është një perspektive gjithanshme, është
të zhvillimet në Kosovë janë zhvillime të një procesi të pakthyeshëm, por vetëm e ecës përpara, e rritjes së mirëqenies sociale për të gjithë qytetarët, pra është një perspektivë e sigurt, e shpresës, e besimit dhe e guximit për të marrë vendime të drejta. Sfidat e mëdha që dalin nga raporti I progresit obligojnë institucionet e Kosovës që të angazhohen me vendosmëri për përmbushjen e obligimeve të tyre me qëllim të përmirësimit të jetës së të gjithë qytetarëve dhe zhvillimin e reforma konkrete në të gjitha fushat. Në këtë mënyrë hapet rruga, perspektiva për integrimin e Kosovës në strukturat e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s.